Mendo për një moment. Çfarë do të bënit nëse do të zbulonit se fëmia juaj po përballet me abuzim dhe se njerëzit në pozita autoriteti janë duke e mbuluar këtë? Kur Gjoni u përkul për t'i lidhur këpucët voglushes Emma, ai u shqetësua nga sjellja e saj. Vajza e ishte vetëm 7 vjeçe, e hollë e brisht, me sy të mëdhej, në të cilën ishte vendosur një frikë e pashpjegueshme. Ai përgëdheli butësisht flokët dhe i tha: "Bëhu një vajze mirë në shkollë, në rregull, princesh?" Emma nuk u përgjigj. Ajo thjesht puli kokën dhe shtrëngoi me grushte fundin e bluzës së saj. John ndiu një dridhje që i përshkoi shpinën. Diçka nuk ishte në rregull. "Babi, a mund të qëndroj në shtëpi sot?" Emma pyeti papritur me zë të ulët, duke kapur pas tij. Ai u vërejt. Kjo nuk ishte ndodhur kur më parë. Je e sëmur? Apo ndodhi diçka? Emma kafshoi buzën dhe tundi kokën. Jo, thjesht nuk dua të shkoj. John ul në gjunjë për të parë në sy. Emma, ti mund të më tregosh gjithçka? Tha ai me butësi. Ajo shikoi larg. Një lot i rodhi poshtë faqes. Nuk ka gjë, babi, do të shkoj. Emma ishte e heshtur gjatë rrugës për në shkollën fillore. Tek dera John pyeti: "Je sigurt që nuk dëshiron të më tregosh se çfarë po ndodh?" Vajza thjesht tundi kokën, u shkëput nga përqafimi dhe vrapoi drejt shkollës. Atë ditë, John e mori atë herët. Emma doli nga shkolla me fytyrë të zbetë, përqafoi baban e saj dhe nuk tha asnjë fjalë. Më pas ju afrua mësuesja. Zonjusha Miller, një grua rreth të 50-tave, me një frizurë të rregullt dhe një vështrim depërtues. "Jam mësuesja e Emmas", u prezantua ajo. "Kënaqësi që ju takoj", u përgjigj John, por diçka brenda tij ra. Emma duket shumë e ndjeshme. "Asaj duhet pak forcë", tha mësuesja. "Unë mësoj të jetë e sjellshme. Shpresoj që shkolla të ndihmoj dhe të mos gjykoj", ja preu John. Zonjusha Miller thjesht buzëqeshi ftohtë. Në mbrëmje Emma u zgjua me lot në sy. John e përqafoi. "Kam ëndërruar se më kanë marrë dhe ti nuk më gjeje", tha me zë të mbytur. "Unë nuk do të lejoj kur që të ndodhë diçka", tha ai me siguri. "Por nëse i them dikujt, ata do të marrin ty." "Nuk dua të jem vetëm", përshpëriti Emma. Këto fjalë shpuan Johnin. Kush i kishte thënë kështu? Emma vetëm tundi kokën. Të nesërme, ndërsa vajza e tij ishte ende duke fjetur, John i ngjiti një mini regjistrues zëri në kapsën e flokëve. Ai e dinte se ishte ligjërisht e dyshimt, por nuk ishte zgjidhje. Kur Emma u largua për në shkollë, John e kaloi ditën në pritje ankthi, i pa aftë të përqendrohej në diçka tjetër. Ai shikonte orën duke numëruar mundësisht minutat deri në kthimin e saj. Ankthi rritej me çdo minutë që kalonte. Në mbrëmje, kur Emma ishte tashmë në gjumë, ai me kujdes ja hoqi kapsën nga flokët, brenda së cilës ishte mini diktafoni. I ulën në zyrën e tij. Ai e lidhi pajisjen me laptopin e tij dhe shtypi play. Në fillim regjistrimi transmetonte tingujt e zakonshëm të një dite shkolle, zhurmën në klasë, fshërimën e fletorave, zërat e mbytur të fëmijëve. Pastaj zëri i ftohtë dhe komandues i zonjushës Miller erdhi në ajër. "Emma, ngrihu. Sot është radha jote." Pastaj tingulli një shuplake. "Ti je një person i pavlerë, ashtu si babai yt. Askush nuk do të doj", tha mësuesja. Pastaj dëgjoi mbytja dhe qajtja e vajzës. "Nëse i thuat dikujt, do të them se babai yt të re. Do të dërgohesh në një jetimore", tha zonjusha Miller me vendosshmëri. Kur regjistrimi përfundoi, John u ul me grushtet e shtrënguara derisa nyjet e tij u bën të bardha. Frymëmarrja e tij ishte rënduar, zemra e tij rrihte aq fort sa dukej se do të shpërthente nga gjoksi. Një heshtje e vdekur mbretëroi në dhomë, e thyer vetëm nga zhurma mezi e ndëgjueshme e ventilimit. Ai ndjeu një val zemrimi të përzier me pafuqinë që i përshkoi trupin. Vajza e tij e vogël, Emma e tij, po abuzoi dhe ai nuk e kishte vënë re më parë. Ai donte të vërtiste, të thyente diçka, por e dinte se emocionet nuk do të ndihmonin. Ishte e nevojshme të veprojë. Ai tregoi gjithçka mikut të tij Mark,
Së bashku shkuan për të parë drejtorin e shkollës zotin Lane. Ai nuk e besoi menjëherë, por kur ndëgjoi regjistrimin u zbe. Megjithatë, në vend të simpatisë, ai tha: "Zonjusha Miller ka lidhje. Nëse bëni zhurmë, mund të humni kujdestarinë e vajzës suaj." John nuk e duroi më dhe e goditi duke i thënë: "Vetëm provo të prekësh vajzën time përsëri." Pas kësaj, John u drejtua gazetarit Noah Bennett, i njohur për publikimet e tij domethënëse mbi padrejtësitë sociale. Të takuar në një nga kafenet të qeta në periferi të qytetit, John i tregoi gjithçka që dinte. Ai tregoi regjistrimin audio, foli për reagimin e drejtorit dhe tregoi për frigën e vajzës së tij. Noah dëgjoi me kujdes, mori shënime dhe sqaroi detajet. Ai nuk bëri asnjë pyetje të panevojshme, vetëm tundi kokën kur ishte nevojshme dhe premtoi se nuk do të humbiste asnjë detaj. Në ditët që pasuan, ai kaloi 10 orë duke folur me prindrit e tjerë, duke dërguar kërkesa zyrtareve të shkollës dhe duke hulumtuar sjelljen e zonjushës Miller në punët e mëparshme. Disa prindër, të frymëzuar nga guximi i Johnit, filluan të ndajnë historitë e tyre. U bë qartë se rasti i Emës nuk ishte i izoluar. Shkalla e tmerrshme e asaj që po ndodhte filloi të shfaqej tek Noah. Qëllimi i tij u bë i qartë, jo vetëm të tregonte historinë e Emës, por të ekspozonte të gjithë sistemin që lejonte që kjo të ndodhte. Kur artikulli u botua, menjëherë shkaktoi një protestë të gjerë publike. Lajmet lokale e morën historinë dhe së shpejti historia e Emës dhe babait të saj ishte në gojën e të gjithëve. Administrata e shkollës u përpoq të zbuste pasojat, duke i mohuar akuzat dhe duke përmendur një keq kuptim, por presioni nga prindërit e rritej me çdo ditë që kalonte. Njerëzit që më parë kishin heshtur nga frika, filluan të tregonin historitë e tyre. Dëshmit u shtuan dhe John nuk ishte më i vetëm në luftën e tij. Emma ndjeu se nuk ishte vetëm dhe për herë të parë pas një kohe të gjatë ajo filloi të buzëqeshte. Policia nisi menjëherë një hetim dhe brenda ditëve të para u konstatua se veprimet e zonjushës Miller kishin shkuar shumë përtej asaj që ishte e lejuar. Ajo u pezullua nga mësimdhënia në pritjet e hetimit. Në të njëjtën kohë, edhe drejtori Lane u vë nën hetim. Doli se ai kishte heshtur me qëllim për ankesat dhe kishte penguar shqyrtimin e tyre. E vërteta doli gradualisht dhe shumë njerëz ndjen se kishte filluar një luftë e vërtetë për drejtësi. Emma gradualisht filloi të shëroi, sikur nga një hije e thellë në të cilën frika dhe dhimbja e kishin dërguar. Ajo po dilte gradualisht në dritë. John vuri re se si sytë e saj filluan të shkëlqenin përsëri, megjithse me kujdes, buzëqeshjet e ralla, por të vërteta u shfaqën. Një mbrëmje të qetë, ku shtëpia ishte e heshtur dhe perëndimi po zbriste ngadalë jashtë dritareve. Emma ju afrua babait të saj, ul pranë tij dhe tha qetësisht: "Unë besoj se ti do të më mbrosh." John e përqafoi vajzën e tij dhe u përgjigj: "Gjithmonë vajzë," pa marrë parasysh se çfarë ndodh. Të dashur shikues, çfarë do të bënit ju nëse do të ishit në vendin e Johnit? Ju lutemi na tregoni në komente dhe nëse ju pëlqeu kjo video, atëherë bëni like dhe abonoheni në kanalin ton. Mirupafshim.